Nëse akoma nuk jeni bindur që ne jetojmë në një diktaturë, ju lutem mund më shpjegoni pse ka 3 ditë që unë nuk përdor dot rrjetet sociale për të postuar ose për të parë video mbi protestën. Nuk mund të postoj dot, ose videot janë shadow ban, nuk shkojnë asgjë kundi, ose nëse shoh më tepër se 3 ose 4 video mbi protestën, më ndodh kjo gjëja. Mori veshje të përfundonte në burg, mori malet, ndërsa ty të erdhën flamingo. National treasure ecological preserve in Albania, and it turns out the Albanian people. Nëse akoma nuk jeni bindur, 1 për diktaturën dhe 2 për faktin që këtë zotërinë e ka zënë shumë frika nga ne, nuk di se çfarë t'ju them. Domethënë mirë mediat që nuk kanë transmetuar asnjë gjë, si dhe lajmet që po transmetojnë tani janë vetëm propagandë të tipit turistët po friksohen, ja ku kemi disa dëshmi të disa hoteleve që po marrin vetëm anullime prej protestës, bla bla bla. Tani po mundohet të ndikojë edhe në rrjetet sociale. Ne mos kemi më një hapësirë për të shpërndarë informacion brenda dhe jashtë vendit. Po ne sheshin e di, më prapa aty do mblidhemi.